Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, të mëshiruesit. Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë, falenderojmë. Mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahut i lutem me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta, të jemi ndër ata njerëz që pejgamberi alayhis salam ka thënë për ta, sa herë që besimtarët mblidhen dhe tubohen për hatër të Zotit, për të lexuar fjalën e Zotit, Kur'anin, ose për të përmend Allahun, kështu siç po bëjmë ne, mëshira e Zotit do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Zoti na qetësoft zemrat edhe shpirtrat, do të mbulohen nga melajket, lut Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e tij, e do t'i përmendi Allahu atje ku është ai, qofshim të gjithë nga këta njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i konsideronte këto takime dhe tubime si kopshte xheneti. Elhamdulillah, që Zoti na mundson që të rrim për të lexuar apo për të parë nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos le themi ky seksion ligjëratash që ka të bëjë me mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mrekullitë të cilat tregojnë vërtetësinë e tij dhe se ajo që solli nga Zoti ishte nga Zoti dhe jo prej tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra ne muslimanët, kur shohim se një pejgamber ndihmohet nga Zoti, i jepet nga Zoti një mrekulli, ne besojmë se e ka nga Zoti dhe nuk e ka nga vetja e tij. Dhe kjo na shton më shumë besimin në Zot dhe lidhjen me Zotin, jo me profetin. Sepse profeti nuk e ka nga vetja e tij, nuk mund të bëj asnjë profet mrekulli nga vetja e tij. Ndërkohë që të tjerët në momentin që shohin mrekulli tek profetët apo tek dikush tjetër, përveç profetëve, i konsiderojnë profetët apo këta të tjerët si zota ose si ndërmjetësues te Zoti. Ndërkohë që në Islam është ndarë çështja, çfarë është Zot dhe çfarë është e Zotit dhe çfarë bën Zoti, dhe sa askush nuk mund ta bëj atë që bën Zoti dhe askush nuk e meriton atë që i takon Zotit, dhe se emrat dhe atributet e Zotit dhe cilësitë e tij janë të tijat, nuk mund të ketë ngjashmëri askush me to. Pra në Islam, le të themi, bekimi më i madh që kemi mrena këtij Islami kjo është, as i quhet ndryshe tauhidi me ndarjet e tij, elhamdulillah, mirësi për Allahut xhel xhelalu. E kur shohim të tilla mrekulli tek profetët apo në rastin ton tek pejgamberi alayhi salatu selam, na shtohet më shumë dashuria dhe mbështetja në Zot, por njëkohësisht edhe dashnia për pejgamberin alayhi salatu selam, i cili ka qenë mbështetur nga Allahu dhe i ndihmuar nga Allahu xhel xhelalu. Do të ndalemi me shpresën e Zotit në disa mrekulli të tjera sot, që faktikisht futen tek një ajet kuranor. Ajeti është Wallahu ya'simuka minan nas. Ty o Muhammed, Zoti do të ruaj nga njerëzit. Pra, domethënë leisme këtu nën kupton mbrojtjen nga dëmtimi ose ekzekutimi. Pra i mbrojtur nga Zoti nga ekzekutimi prej njerëzve. Pra nuk do të arrijnë dot njerëzit të ekzekutojnë. Normalisht këtu el-isme thon përfshin edhe mbrojtjen e Zotit për fenë dhe besimin që ai solli. Pra është e pamundur që ndërhyrja njerëzore të hyjnë në fenë dhe në besimin e tij. Pra Allahu xhel xhelalu ka ruajtur librin e tij Kur'anin nga ndërhyrjet njerëzore dhe ka ruajtur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë le të shohim pra mrekullit. Më sa më mend duket kemi qenë tek 200 javën e kaluar. Rasti i mëposhtëm ka të bëjë me mbrojtjen e Allahut për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, pa që përfshihet nga ajeti në kthimin nga ekspedita luftarake Dhatur Rika. Është një nga, le të themi, ekspeditat luftarake të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që quhet Dhatur Rika. E ka marrë këtë emër se aq shumë ka qenë e vështirë kjo luftë
sa që nuk kanë pas çfarë me vesh, edhe kanë heq, si më thon, pjesë nga rrobat e tyre dhe i kanë mbështjellë si pece këmbët. Dhe për këtë arsye ka marrë emrin dhatu rika. Atëherë le ta shohim hadithin cilin e transmeton Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa si hadith transmetohet ose gjendet tek Buhariu dhe Muslimi. Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon: ishim bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe po ktheheshim nga dhatu rika, pa nga kjo luftë që tha. U shpërndan njerëzit në përhijet e pemëve nga që ishte vap e madhe dhe njerëzit po bënin kaile. Kaile i thonë gjumit të drekës, po i thonë dhe kailula ose kaile. Në atë vend ku ishim duke fushuar ne, kishte shumë pemë të cilat kishin shumë gjemba dhe njerëzit ishin shpërndar gjithë secili prej tyre tek këto pemët duke marrë, si më thonë, këtë gjumin e drekës si ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbriti në hijen e një peme, pra ul në hijen e një peme dhe vari në të shpatën e tij sallallahu alaihi wasallam, pa në një nga degët e pemës ka var shpatën. Pastaj u zgjua dhe mbi kokën e tij ishte një prej idhujtarëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte ndier, ai e mori shpatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nxorri nga këllufi dhe i tha: unë e nxorra shpatën time nga këllufi im. A ke frikë prej meje tani? Apo më friksohesh? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: jo. Ai tha: "Faman yamna'uka minni?" E kush mund të ruaj ty prej meje? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Allahu yamna'uni minka." Allahu do të më ruaj prej teje. Fasham as-sayf fi ghamdihi. E ktheu shpatën në këllufin e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e dënoi. Se më thonë nuk mori asnjë mast ndaj tij, e la të lirë. Kemi ngjarje tjetër të ngjashme me këtë. Transmeton gjithashtu Xhabir ibn Abdullah dhe gjendet në Musnedin e Imam Ahmedit. Thot Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu: ishim bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam luftoi vetë. Pra vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fut në luftë. Derisa kemi shkuar thot në një vend i cili ishte i mbushur me palma. Muslimanët shkuan në hijet e palmave dhe po qetësoheshin. Njëri prej idhujtarëve që quhej Gaureth ibn al-Harith erdhi tek koka e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shpatën e tij në dorë dhe i tha: "Men yamna'uka minni?" Kush mund të mbrojë ty prej meje tani? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Allahu. Fasaqat as-sayf min yadihi, i ra shpata nga dora. Fa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qal, e mori shpatën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Wa man yamna'uka minni?" Po ty tha, kush të ruan prej meje tani? Kush mund të mbrojë prej meje? Ai tha: "Kun khayran minni." Je më i mirë se sa unë. I pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Atashhadu an la ilaha illa Allah?" A dëshmon se nuk ka Zot të vërtet që meriton të adhurohet si Zot e të njëjtë si Zot përveç Allahut? Qala la. Tha jo, s'dëshmoj. Walakinni uahiduka an la uqatilaka wala akun ma'a qaumin yuqatilunaka fa khalla sabilahu. Tha jo, nuk e them deklaratën e Islamit, por t'jap besën që kur nuk do të luftoj
dhe nuk do të jenë pjesë e një ushtrie që të lufton ty. Pejgamberi sasem e la të lirë. Thot, qale fa dhahaba ila ashabihi fa qal qad ji'tukum min indi khairin nas. Shkoi tek shokët e tij dhe ju tha, ju ka marrë nga njeriu më i mirë, ose sa po vi nga njeriu më i mirë. E 2, 200, 201, 202, kështu i bie. Historia ose mrekullia e gruas hebreje e cila deshti ta helmonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ngjarje e njohur. Tu e kemi nga Buhariu, Muslimi, Abu Davudi, Musnedi, Imam Ahmedi, kështu me radhë. Hadithin ose ngjarjen transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Thot Enes ibn Malik, ishim bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që një plak hebreje nga gratë e Khejberit i dhuron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një dele të helmuar. Mori pejgamberi sallallahu shpatullën e deles dhe hëngri prej saj dhe po hanin dhe njerëzit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Irfa'u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmuma." Mos hani më, hiqni dorë, sapo më njoftoi shpatulla pra deles, sapo më njoftoi se është e helmuar. E kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ta vrasin plakën? Tha jo, përveç se nëse ndonjëri prej njerëzve që kanë ngrënë prej deles së saj vdes. Thot Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam çon haber plakës dhe e sjellin dhe e pyetën: "E sememti hadhihi sha, a e ke helmuti delen?" Ajo më njëherë tha: "Kush ju njoftoi juve?" Tha: "Akhbaratni hadhihi fi yadi." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Më njoftoi kjo që kam në dorë." Pra shpatulla që kishte në dorë. Qalet na'am. Tha ajo plaka, tha po. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Ma hamalaki ala alladhi sana'ti?" Pse e bëre këtë gjë? Qalet in kunta nabiyyan lam yadurruk alladhi sana'tu wa in lam takun nabiyyan arahtu an-nas min. Ajo tha: "Po ti je pejgamber, nuk të dëmtonte. Po mos ti je pejgamber, bin njerëzit një herë e përgjithmonë rehat prej të keqes tate, prej rrezikut tënd." Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ma kana Allahu li yusallitaki alayya." Është pa mundur që Zoti ty të jepte një mundësi të tillë ndaj meje. E pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam: "Ela naqtuluha?" Ata ekzekutojmë? Qala la. Tha jo. Fa'afa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'aqibha. Pra e toleroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ndëshkoi. Ka një transmetim tjetër që thot dhe plakën e kanë ekzekutuar. Këtu thot hadithi sakt, tha e toleroi, e fali, kurse transmetimi tjetër për që është prapë i sakt thot e kanë ekzekutuar plakën. Përgjigja është ajo që thamë ne pak po përpara, jo, përveç se nëse ndonjëri vdes dhe kanë vdek dy nga ata që kanë ngrënë ushqimin dhe është ekzekutuar, si më thënë, për shkak të asaj që bëri, jo për shkak të asaj që, si më thënë, pra e zejmë, nëse nuk do të kishte ndodhur gjë tek asnjë, plaka do ishte e lirë. Pra thjesht, si më thënë, ashtu e ka menuar, ashtu e ka bërë, si më thënë.
Ama përderisa ka vdek dikush, atëherë është zbatuar mbi të ligji që kush vret, vritet. Ky është bashkimi mes dy transmetimeve. Për këtë arsye ka thënë Qadhi ibn Iyad rahimahullahu taala që bashkimin mes dy transmetimeve është se pejgamberi sa nuk e ka marrë gjykimin në fillim derisa nga shokët e tij vdiqën prej helmimit dhe është ekzekutuar qasas. Qasas do të thotë kur dikush vritet. Ka thënë Imam Ibn Sahnuni rahimahullahu taala ajma'a ahlul hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalaha. Pra të gjithë dietarët e hadithit kanë thënë unanim se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka zbatuar mbi të ligjin, pra plaka është ekzekutuar. Po jo qysh në fillim. Jo pse deshi, po për shkak të efektit. Për këtë arsye ka transmetim të saktë nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që pejgamberi sa ka thënë akoma e gjej shijen e helmit poshtë noflës time. Pra me sa kuptoj unë, Allahu di më së miri, ai ka qenë një helm shumë i fortë, nga këto helmet që kur e merr njeriu i shkakton tip paralize. Edhe i ka met në memori ose i ka met në kujtesë. Për këtë arsye ka disa prej dietarëve të Islamit që thonë Allahu i ka bashkuar pejgamberin sa dy si më thon gradat më të larta që ekzistojnë. Gradën e shahidllikut për shkak të asaj që ka thënë e gjej dhe gradën e profecisë. Allahu e din më së miri, po më e sakta nga mendimet është që jo, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje, sepse dy janë arsyet. Arsyeja e parë, ajeti kuranor. Arsyeja e dytë, ajo po ta jepte efektin, do ta jepte efektin si gjithë tjerët. Pra, po të ishte që më të vërtet do ishte që do të kishte efektin e vdekjes, do ta jepte efektin. E treta, po më vjen në mend tani është ajo që thash pak më përpara, që njëri nganjëherë domethënë i mbetet ajo shija, i mbetet. Ke parasysh si njëri i cili për shembull ka psuar një goditje diku herë mas here i vjen sikur po i ndodhe njëta gjë. Ndërkohë që ai s'ka më atë problem, po sikur i rikujtohet plaga ose sikur i rikujtohet dhimbja ose sikur i rikujtohet, si më thon, ai momenti. Allahu e din më së miri. Ky është kuptimi më i saktë. 203 apo jo? Rasti kur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam deshin i dhujtarët ta mbulonin me gur në Qabe. Pra kanë bërë ato një tip marrëveshje mes tyre që ta ekzekutonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hadithin tonë e transmeton Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma, ndërsa si hadith e gjejmë në Musnedin e Imam Ahmedit dhe kemi edhe tek seriali haditheve të sakta të Sheikh Albanit rahimahullahu ta'ala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon disa nga paria kurejshite ran në ujdi tek Hijri i Ismailit. Hijri i Ismailit i thonë asaj pjesës së Qabës që është e pandërtuar, është ai muri i bardh që është si rreth ngjit me Qabën. I dhanë besën njëri tjetrit duke u betuar në Lat edhe në Uza edhe në Menat edhe në Naile dhe në Isaf. Naile dhe Isaf kanë qenë dy idhuj, njëri ishte mbi Safat, tjetri ishte mbi Merve, ndërsa Lati, Uzaja dhe Menati kanë qenë, si më thënë, idhujt më të rëndësishëm. Cili ishte besatimi, thot, qad rajna Muhammeden, laqad qumna ilehi qiyam rajulin wahidin, felem nufariku hatta naqtulahu. Po e pa Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, do të shohemi gjithë njerësh, e nuk do të ikim ose nuk do të largohemi derisa ta vrasim një herë e përgjithmonë. Vjen bija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Fatimja radhiyallahu ta'ala anha duke qarë
tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sepse kishte marrë vesh lajmin. Dhe i tha: "Haulai al-mala'u min Quraysh qad ta'aqadu 'alayka law qad ra'awka laqad qamu 'alayka faqataluka falaysa minhum rajulun laqad 'arafa nasibahu min damik." Është një grup nga paria kureshite që kanë dhënë besën mes tyre që nëse të shohin, do të çohen gjithë dhe do të godasin të gjithë me një goditje dhe gjithë secili do të marrë përsipër pjesën e tij nga gjaku yt. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet vajzës së tij Fatimes radhiyallahu anha: "Ja bunayya, arini wudu'an." O bija ime, më sill pak ujë për abdes. Mori abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa dakhala alaihim al-masjid fa ma ra'uhu. U fut në Qabe dhe nuk e pan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e pan duke u fal dhe than: "Ja ku është?" Pastaj ulën shikimet dhe u kthyn mbrapsh gjithë secili në vendin ku ishin më herët dhe nuk e shihnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori një grusht nga rëra e tokës me fjalë dhe u ahodhi gjithë secilit prej tyre në kokë dhe tha: "Shahatil wujuh." Shahet, domethënë mallkuar qofshin këto fytyra. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, të gjithë këta që dhanë besën, u betuan dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u hodhi rër në kokat e tyre, i kam parë tek pusi i Bedrit. (204) Mbrojtja e Xhibrilit edhe Mikailit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu tregon, thot: "Laqad ra'aytu yawma Uhudin an yamini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an yasarihi rajulaini wa huma Jibril wa Mikail عليهما ثياب بيض يقاتلون عنه كأشد القتال ما رأيتهما من قبل ولا من بعد." Sa'd ibn Abi Waqqas pra tregon, kam parë nga e majta dhe e djathta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dy burra, ata ishin Xhibrili dhe Mikaili. Tan nga mori vesh Sa'di që ishin Xhibrili dhe Mikaili, ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu ka argument që njerëzit mund ta shohin me lekun, por duhet kesh argument nga shpallja që ka qenë melek apo jo. Pra nuk mund të thosh ti që është parë meleku ose kam parë melek. Pse? Sepse duhet patjetër një shpallje që ta vërtetoj fjalën tate që kjo që ke pati është melek apo jo. Se mund të ketë qenë dhe xhin. Është shfaq xhinin në formë njeriu. Kush e ndan këtë punë se ka qenë melek apo jo? Vetëm shpallja. Për këtë arsye, përderisa s'ka shpallje, nuk mund thuhet kurrë që është parë melek apo kam pa melek apo dikush ka pa melek. Thot kishin rroba të bardha dhe luftonin për krah pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk kam parë ndonjëherë që të kishte, si më thon, të kishte përballje të tillë. Imam Nawawi ka bërë një koment kësaj ngjarje dhe thot, dhe kjo është një, si më thon, një mirësi dhe një mrekulli ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se zbritja e melajkeve si ndim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë vetëm ditën e Bedrit. Pra ka ndodhur dhe në rastin e Uhudit. (204) Mbrojtja e melajkeve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga dëmtimi që deshi t'i bëj Ebu Xehli. Edhe këtë domethënë kemi marrë në historinë e jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është
me dy transmetime, njëri prej tyre është nga Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu dhe e transmeton Imam Muslimi. Ebu Hurajra thot, radiallahu anhu, Ebu Xehli një ditë kishte thënë: Hal yu'affiru Muhammedun wajhahu bayna adhhurikum? Qa shprehje, nuk ka thonë hal yasjudu Muhammedun bayna adhhurikum, po ka thonë yu'affiru wajhahu. Si ka mundësi që Muhamedi në mesin tuaj, si ka mundësi që Muhamedi në mesin tuaj e zhyt fytyrën e tij në tokë, e përlyn fytyrën e tij në tokë. Pra si ka mundësi që e leni ju, ai vjen serbes, në ditën me diell, ju jeni rreth e qark Qabes, ai futet në Qabe edhe e përlyn fytyrën e tij në tokë ose e zhyt fytyrën e tij në tokë. Ata I thanë, po çfarë të bëjmë? Ai tha, wallati wal uzza wal in ra'aytuhu yaf'alu dhalika la ata'anna raqabatahu wa la afiranna wajhahu fi tirab. Tha pasha Latin dhe Uzan, po ta shoh që e bën një gjë të tillë, do t'ja vej këmbën time në qaf atij edhe do t'ja zhys me të vërtet fytyrën në tokë, në dhe. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vjen si çdo ditë në Qabe dhe filloi të fali namaz. Dhe Ebu Xehli u çua që të çonte në vend atë që kishte thënë. Kur I afrohej thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ikte mrapsh me vrap. Edhe ruante fytyrën e tij me duart e tij. E pyetën, Malek, çka ke? Tha inna bayni wa baynahu la khandaqan min an-nar. Thot mes meje dhe atij mu shfaq një hendek me zjarr. Wa ajnihatan, dhe shija krah, pra I mbrojtur nga melajket, flatra. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, laudana minni lakhtafatathu al-malaikatu udwan. Tha po të ishte afruar, do ta kishin coptuar me lajket pjesë. Do thonë, do t'ja ndanin gjymtyrët një nga një. Faktikisht Ebu Xehli ka tentuar edhe një herë tjetër, afërsisht si kjo ngjarja, është kthyer mrapsh dhe I kanë thonë pse u ktheve, tha pash një gojë të madhe të hapur. Pash një gojë të madhe të hapur, dhe kjo tjetra është hadith I saktë gjithashtu. Po mirë, pyetje. Si ka mundësi ky njeri vet ka përjetu 1, 2, rasti çunit vet 3. Argumenta subhanallahu të qarta, të kthjellta, të përjetuara vet edhe s'ka besu. Subhanallah. Për të habit njeriu vallai. Pra mendjemallësia është të merr I madh. Nuk e kalon Ebu Xehlin me besu vetëm mendjemallësia. 204 apo 6 206 gruaja e Ebu Xehlit. Tregon Esma bint Ebi Bekr radiallahu ta'ala. Hadithi normalisht përmendet në Delail të Imam Behaqiut edhe në libra të tjerë. Po edhe në librat e tefsirit pothuajse përmendet. Tek gjithë librat e tefsirit. Esma bia e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhuma tregon kur zbriti ajeti ose surja Tabbet yada Abi Lahabin wa tab deri në fund, vjen el-Aura Ummu Xhamil. Aura ishte gruaja e Abu Xehlit, edhe atë pseudonimin e kishte Ummu Xhamil, nëna e bukuroshit. Vjen thot duke bërtit me zë të lartë,
dhe thoshte: Mudhammaman abayna wa dinahu qalejna wa amruhu asajna. Muhammed do të thotë i lavdruari. Ai nuk thoshte Muhammed, thoshte mudhammaman. Do të thonë i Shami. Të Shamin e refuzuam. Fenë e tij se pranuam, urdhrat e tij i kundërshtuam. Tu fol me vete, me zot lart i përsëriste këto 3 fjali. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte në xhami, pra në Qabe, me të ishte edhe Ebu Bekri. I tha Ebu Bekri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: Ja Rasulullah, qad aqbalat wa ana akhafu an taraka. Inha imra'atun badhi'atun wa akhafu an tu'dhika falau qum. I tha Ebu Bekri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: O i dërguar i Allahut, po vjen ajo me fjalë, kam shumë merak që të shofi, sa ajo është një grua e keqe, pra flet pisët, edhe do të shqetësoj, prandaj më mirë ik para se të vi tek ne. Më mirë ik, largohu përpara se të vi tek ne. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Bekrit: Innaha lan tarani. Tha, nuk do të më shohi. Ajo mua nuk do të më shohi. Thot, dhe lexoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pjesë nga Kur'ani, njëkohësisht. Çfarë pjesë ka lexuar? Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Pa ka lexuar një pjesë nga Kur'ani, pastaj tha. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lexuar një pjesë nga Kur'ani, pastaj tha: Dhe kur ti të lexosh në një pjesë nga Kur'ani, mes teje dhe atyre që nuk besojnë ahiretin, do të bëjmë një perde të padukshme. Dhe erdhi, u fut ajo. Qëndroi tek Ebu Bekrit dhe nuk po e shihte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha: Ja Abu Bekr, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani. O Ebu Bekr, më kanë njoftuar se shoku yt Hexhani është, si me thënë, ulja e tjetrit nëpërmjet poezisë. Ke përsysh? Ka për lëvdatën poezia quhet tjetër dhe për uljen e dikujt quhet hija. Ebu Bekri i tha: La wa rabb hadha al-bayti ma hajaki. Jo, pasha Zotin e Qabës nuk të ka ulur apo ofenduar. Pra, sepse ajo tha, përdori termin hija ajo. Nuk tha shoku tati ka zbrit Kur'an për mu. Ajo tha: Po mirë, ty të besoj se ti nuk rren. I tha ajo, pra gruaja e Abu Xhelit. Dhe u kthy mrapsh edhe filloi duke thonë: Qad alimat Qurayshun anni ibnatu sayyidiha. Po pra, e din Qurayshitët se unë jam goca e më të mirit në mesin e tyne. I tha Abu Bekri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: Ja Rasulullah, lem tarek, o i dërguar i Allahut, nuk të pa ty ajo? Qala la lam yazal malakun yasturuni anha bi janahihi. Jo, thot, sepse një melek më mbronte nga shikimi i saj me flatrat e tij. Prej mrekullive është mbrojtja dhe ruajtja që i madhi Zoti ka bërë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam natën e hijretit, që i bie tjetë 207. Normalisht transmetimet janë të shumta për këtë, i kemi edhe në 6 librat e hadithit, po kemi në librin e Siras e kështu me radhë. Ta lexojmë si thot Qurayshit, thot u mblodhën të gjithë dhe po jepnin gjithë secili mendimin e tyre se çfarë do të bëjnë. Pra ka shku ku nuk ban më. Foli njëri prej tyre dhe tha: Muhamedi
pretendon ose predikon se nëse ju e ndiqni do të bëheni mbretër të arabëve dhe të jo arabëve. E më pas do të ringjalleni mbas vdekjes, e Zotja mbas vdekjes do të na japi kopshte si kopshtet e Jordanisë. Se këta nga që ishin rrit gjithmonë shkretir, Jordanin e the Shamin dhe Sirin kishin parë që kishte jeshillik. E nëse nuk e boni këtë gjë, atëherë mes ti dhe jush do të ketë luftë patjetër, të padiskutueshme. E nëse ringjalleni pastaj kur të ringjalleni pastaj mbas vdekjes, do të jeni në zjarr në të cilin ndigjeni. Këto tani po diskutojnë me njëri tjetrin. Ka vajt puna aty ku nuk ban më. Muhamedi predikon se nëse e ndjekim, edhe në këtë botë do të jemi mirë, edhe lart, edhe në botën tjetër do të jemi në përkopshte si kopshtet e Jordanisë. E nëse nuk e ndjekim, mes nesh dhe ati do të ketë luftë patjetër dhe bë. Thot, dhe mas ringjalljes do të shkojmë zjarr më u djeg. Ndërkohë që ata diskutonin njëri tjetrin, dikush thoshte të themi se është mashtrues. Ja kthente tjetri dhe i thoshte, po s'na ka bërë dobi. Themi për të se është gënjeshtar. Ja kthente dikush tjetër dhe thoshte, po edhe kjo s'na ka bërë dobi. Thoshte dikush tjetër thotë, themi se është magjistar. I kthej dikush tjetër thotë, po edhe kjo s'na ka bërë dobi. Dikush thoshte, themi se është poet. Thoshte dikush tjetër, po edhe kjo po ta themi nuk na ka bërë dobi. Derisa thot, hyn tek ata një burr i moshuar i Nexhdit. Thuhet se ky ka qenë vetë shkëlqësia e tij Iblisi, lanetullahi alej. Ka thonë, për çfarë po flisni? Kanë thonë shkëlqësia pra, lanetullahi alej. Thot, për çfarë po diskutoni? Kanë thonë ato, po diskutojmë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Thot, am lejoni të hapun një mendim? Kanë thonë, na lë në hallin ton. Na lë në hallin ton. Ka thonë, gjojni, si thonë, gjojni herë plakun, gjojni lalën, gjojni plakun. Po mirë, kanë thonë, na e thuj mendimin tat. Ka thonë, mendoj që të mlidhen nga çdo fis një djalosh e ta godasin të gjithë me një goditje, që gjaku i tij të shpërndahet tek gjitha fiset dhe fisi i tij mos ketë mundësi me marr hak, me marr hakun. I thanë ata, mendim të mirë na ke dhënë. Na ba Allah se të ofendum. Mendim të mirë na ke dhënë. Tha ky, po dal. Thanë ato dil. Si më thonë me leje, kanë dhënë leje. Pastaj tha njëri prej tyre, sikur ta thrisin ta pyesin për diçka, se i mençëm ai. Thot kur kanë dalë, thot me e kërku se kanë pa mo. Zhduk. Dhe kanë rënë dakord. Pejgamberi sa se shkon njofton Abu Bekrin, atë ditë në drek, siç thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot bëj gati gjërat, i ka bërë gati gjërat Abu Bekri, ja jep dikujt që ta presin filan vend mas 3 ditësh. Dhe i thot Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, es-suhbata ya Rasulullah. A do të shoqëroj o i dërguar i Allahut? Tha pejgamberi sa sem, "Naam." Po. Thot nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dhe e shifja babën tim, thot që qante nga gëzimi, hera parë në jetë që shoh që njëri të qaj nga gëzimi. Ju bë shumë qefi Abu Bekrit që Allahu më thonë e ka lejuar që të shoqëroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë thot që atë ditë, pra natën e asaj dite, mblidhen me rënjen e diellit, pra me perëndimin e diellit, mblidhen për rreth shtëpisë së pejgamberit sallallahu një grup i madh të rinj. Gjithë secili prej tyre kishte shpatën e tij në dorë dhe prisnin urdhnin. Pra prisnin urdhnin që të futeshin dhe zbatonin ekzekutimin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fton Aliun radhiyallahu ta'ala anhu në shtëpi atë natë që të flejë mbi shtratin e tij dhe i tregon amanetet dhe porositë dhe thesaret e popullit, pra njerëzve që ja kishin lënë
Se ata edhe pse se besojshin, kur kishin për turit në gjaj, leshin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot, flej mbi shtratin tim. Pra do të flesh mbi shtratin tim, pra se mos u bëj merak se çfarë ka rreth e bërqak shtëpisë ti, flej në shtrat. Dhe kështu veproi. Pra Aliu radhiyallahu anhu ushtri në shtratin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, doli nga shtëpia e tij dhe në dorën e tij kishte një grusht dhe. Dhe Allahu xhelaluhu ata atyre nuk u mundsoi që ta shihnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idhte mbi kokat e tyre nga ky plurës, nga ky dheu, dhe në disa libra të siras, siç është në librin e siras të Ibn Hishamit, thot lexoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ajeti i parë deri në ajetin e 9 të surës Yasin, dhe aty në një nga këto ajetet është fa aghshaynahum fahum la yubsirun. U ambuluam shikimet e ata nuk shihnin. Derisa thot ne nga para se të gëdhi, kalon aty drejti një njeri dhe ju thot, çfarë prisni këtu? Se ju shoh që keni kohë. Ta kishin si të ngrinë kom. Ata i than Muhammeden, po presim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai që po ju fliste ju tha khayyabakumullah, u marroft Allahu. Wallahi kharaja aleikum Muhammed. Pasha Zotin ka dal Muhammedi, ka ik. Kur pan ato thot mbi kokat e tyre, të gjithë vunre që mbi kokat e tyre kishin pak dhe mbi kokat e tyre. Pastaj historinë e dimë se si ka vazhdu historia. Mrekullia e Surakas. 208 apo 7. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nejti në shpellë ca ditë, pastaj vazhdoi rrugën drejt Medinës. Çfarë bëheshin këto? Mblidheshin çdo ditë, edhe kush e ka pa, kush e ka pa, i 100 deve ishte çmimi. Kush sjell ose të vdekur ose të gjallë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot dikush, thot në filan vend, në filan rrugë kam parë thot 3 persona. 2 ishin afër njëri tjetrit, njëri rinte pak më përpara. Pra Abu Bekri me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe Abdullah ibn Urayqi dhe ai që tregonte rrugën ose u thishte rrugën. Çohet Suraka radhiyallahu anhu, më vonë është bërë musliman. Dhe thot, ata i kam parë unë, nuk janë ata. Pra ky menoi se janë ata, po për kap vetë situatën bëri lojë. Tha ata i kam parë unë, nuk janë ata. Njerëzit ranë qetësi. Kur njerëzit ranë qetësi, Suraka shkon në shtëpi, merr shtizat, hypën kalit edhe niset. Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu thot, pra historinë e tregon Abu Bekri radhiyallahu anhu, thot po na ndiqte Suraka ibn Malik radhiyallahu anhu. I thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, hadha farisun qad lahiqa bina. O i dërguar i Allahut, është një kalorës që po na ndjek. Pa u kuptuar që ky kishte synim. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye mbrapsht dhe e pa dhe u lut. Allahumma kfinahu bima shi. O Allah, na mjafton ndaj tij siç do ti. Allahumma sra'hu. O Zot, përmbyse. Sra'hu, do të thonë hidhe ose përmbyse ose përmbyte diçka e tillë. Dhe me të vërtet thot Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, thot u përmbys kali i tij ose u përmbyt, pra u zhyt kali i tij në tokë. Tokë, do të thonë shkretir, s'ka qenë tokë, ka qenë shkretir.
Kjo thot ndodhi disa herë, pa ai që dihet në për transmetim është 3 herë, dhe ai bërtiti më të madhe kush? Suraka ibn Malik. Odo Allah li wala adurruk. Lutju Zotit më shpëtoj se nuk do të dëmtoj. I tha pejgamberi, pastaj i tha dhe më urdhëro çfarë të bëj. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qif mekaneke la tatrukanna ahadan yalhaq bina. Tha rri aty ku je dhe mos lejon njëri që të na ndjekin neve më pas. Thoshte Suraka për veten e tij, jam mujahidi i parë në Islam. E nisi ditën për ta vrarë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e mbylli ditën mbrojtës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I tha Suraka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka për mua? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, byzylyqet ose bijut e perandorit pers. Dhe kur është shkruar Persia në kohën e Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu, ka ardhur Suraka tek Omer ibn Khattabit dhe i ka thënë, ku janë bijut e perandorit? Sa të gjitha i kanë lënë në një vend, ndërsa bijut i kanë lënë në një vend tjetër, perandorit. I ka thënë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, këtu, ka tregu vendin. I ka thënë këto më takojnë mua. I ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, si është puna? Dhe i ka thënë kështu. Dhe e ka dhënë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu Surakas radhiyallahu ta'ala anhu. E ngjashme me këtë historia e shpellës. Pra kanë net në shpellë 209, kanë net në shpellë 3 ditë e 3 net. Çfarë ka ndodhur? Kur e shitën nga që ishte vënë çmimi shumë i lartë, mundoheshin të hetonin çdo gjurmë. Rrugë s'kishte, sepse rruga për në Medinë dihej. Ata mendon mos kanë nga rruga tjetër, prapë s'kishte asnjë lloj shenje, si më thon. Atëherë ato thonë do të kërkojmë, do të hetojmë. E vetmja gjë që ata kanë vënë re është se 2 fëmijët e Abu Bekrit, goca dhe çuni i Abu Bekrit radhiyallahu anhu, shkojshin për ditë, si më thon, ke i vend, ke i kodra. Është kodra, është si tip mali. I çojshin delet e tyne dhe dhitë e tyne ka e zona. Dhe i çojshin ushqim faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe dyshun. Ta në të s'ka mundësi të shne për ditë të apo një di muhabet. Një ditë shkojnë pikrisht dhe shofin shpellën. Thotë e gjetën. Tu është kjo pra ngjarja tani. Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu thot, na erdhën thot tek hyrja e shpellës, tek dera e shpellës, si më thon. Dukeshin i dhujtarët nga gjunjt ose poshtë gjunjve, pjesa poshtë gjunjit, e poshtë. Pra asgjë nuk duke i lart, ama nga gjunjt e poshtë dukeshe. I thash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o i dërguar i Allahut, sikur ndonjëri prej tyre të uli kokën, do të na shohi. Subhanallahu, ka qenë, si më thon, perde e padukshme. Pra, ju dukte personit sikur po sheh, po faktikisht s'po sheh gjë. Nuk e dia, e keni vënë këto kohët e fundit, ka dalë një lloj pelerine që kur e vën njeriu përpara s'duket. A keni parë, besoj. Jeti këtu për shembull, kur e vën atë përpara nuk dukesh, pra duket e tejdukshme. Çfarë është mbrapa duket përpara. Për ne ta mund. Shkenca, teknologjia dhe zhvillimi neve na lehtëson punët, nuk ne vështirëson. Pra ka arrit njeriu të bëjë këtë gjë tani. Po fuqia e madhe e Zot. Po atëherë që s'ka pas as teknologjia se lloj gjëje. Thash o pejgamberi i Zotit, "Law anna ahaduhum nadhara ila qadamayhi la absarana."
o pejgamberi i Zotit sikur ndonjëri prej tyre ta uli kokën e tij tek këmbët e tij, do të na shihte. Pejgamberi sa tha, ja Aba Bekr, ma dhannuka bithnejni, Allahu thalithuhuma, o Abu Bekr, ç'mendon ti për dy që kanë Allahun të tretin? Pra me dijen, me shikimin, me mbrojtjen, me mëshirën e kështu me radhë. Thot dhe ata nuk shihnin dot asgjë. Nuk shihnin dot asgjë dhe ndetën sa ndetën, pastaj i kthyen kuajt e tyre dhe ikën mbrapsh. Normalisht këtu ka ndodhur që pejgamberi sa i tha Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, është përmend pra në Kur'an, u idhem kurubi kelladhina kafaru li yukhrijuka yaqtuluka wa yamkuruna yamkurullahu khairul makirin. Bismillah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kur i tha shokut të tij, pra Abu Bekrit radhiyallahu anhu, la tahzan, mos u pikëllo, mos u mërzit, se Allahu është me ne. O vëllezër, nuk ka vlerësim më të madh që i është bërë Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu në jetën e tij se sa fjala e Allahut idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Vlerësimi më i madh që ka marrë Abu Bekri është fjala e Zotit kur i tha Muhamedit sallallahu, shokut të tij të ngushtë, mos u pikëllo, mos u mërzit, se Allahu është me ne. Subhanallah. Domethënë pyetje tani, si ka mundësi që dikush të flasi ndaj Abu Bekrit? Flasi kundër Abu Bekrit. Thot diçka kundër Abu Bekrit. Subhanallah. Pa do të jesh kokra e qafirit që të shkosh deri në këtë shkallë, të shkosh deri në këtë gradë, është e pamundur që të ndodhi gjë e tillë. Me pejgamberin sallallahu në besim i pari, me pejgamberin sallallahu në të gjitha vujtjet e tij, me pejgamberin sallallahu në shpellë, me pejgamberin sallallahu i dha gocën, me pejgamberin sallallahu pasunin të gjithën, me pejgamberin sallallahu edhe në varr. Pejgamberi sallallahu e lën udhëheqës me kështu, si më thënë, me kuptim të drejt për drejt, po edhe me kuptim indirekt, dhe pastaj do të jetë me pejgamberin, pra është me pejgamberin sallallahu, e ka përgëzuar pejgamberin sallallahu me xhenet. Dhe vjen dikush dhe thot, mallkuar qoftë Abu Bekri, ose Abu Bekri është në xhenem. Subhanallah. Domethënë ke parasysh ka i farë logjike, për shembull kur ka mendim ndryshe, se njëri mbështetet në Kur'an, ajet tjetër, hadith tjetër, mendime, opinion, okay, po këtu je, domethënë qysh nga fillimi je nul, gjitha je nul. Dhe të kesh guxim me fol ndaj Abu Bekrit, vallai, subhanallahu, duhet të jesh o duhet të jesh xhahil i madh, nuk e di e fare nga Islami, po thjesht e ke marrë nga dikush dhe ecën me atë gjën, pas ka arrit ndoshta të lexosh as Kur'an, edhe prandaj sillesh kështu, ose duhet të jesh i vetëdijshëm se çfarë duhet i bë vetes. Duhet të jesh i vetëdijshëm se çfarë duhet i bë vetes, sepse i bjerë domethënë që të jesh domethënë ekstrem xhahil, e ignorant, edhe mendje madhe dhe se di domethënë, subhanallahu. E nënta, e dhjeta, po pse kam këtë prirjen për t'i ulur? Mrekullitë që do të futemi tani kanë të bëjnë me gajbin, lajmet mbi të fshehtën. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njofton ca gjëra që nuk mund t'i thotë njëri i zakonshëm, sepse ne e dimë shumë mirë që të fshehtën, të ardhmen, nuk e din askush përveç Allahut. Por Allahu, në momente të caktuara dhe në situata të caktuara, ja jep një informacion profetëve që të jetë ky informacioni, si më thënë, mrekulli, profetësi, argument për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Siç ka thënë Allahu në surën El-Jin,
wala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Pra Allahu nuk i lejon askënd që të zbulojë të fshehtën përveç se kë përjashton ai nga profetët. Pra profetët në raste të caktuara dhe në situata të caktuara kanë përjashtim për të ditë diçka nga e fshehta apo nga e ardhmja si mrekulli dhe si më thon profeci nga Zoti për ta, pra si vërtetim. Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu thot, Ebu Talha kërkon dorën e Ummu Sulejmit. Mirë po, Ebu Talha ishte jo besimtar dhe Ummu Sulejmi kish pranuar islamin. I thot, i çon haber Ummu Sulejmi Ebu Talhas. Ja Ebu Talha, ta morim sim gocat muslimane, se njeriu mund të jetë shumë i pashëm, mund të jetë shumë i bukur, mund të ketë shumë pasuni, po është qafir. Nuk martohesh dot me një mashkull qafir. Është haram. Është gjuna. Shkruhet zina gjithë jetën. Gjosi i ka thonë Ummu Sulejmi Ebu Talhas. O Ebu Talha, një mashkull si ti nuk refuzohet. Pra Ebu Talha i kishte të gjitha çfarë duhet të ketë një mashkull për të martuar me të. Walakin mru'un kafir. Por ti je qafir, je jo musliman, je jo besimtar. Wa ana imra'atun muslima. Ndërsa unë jam një femër muslimane. La yusluhu an atazawwajaka. Nuk më lejohet që të martohem me ty. Ose më e thonë tamam kështu, la yusluh, s'është në rregull. Subhanallah. Nuk është në rregull që të martohem unë me ty. I tha ai, o ma dhak dehruki, ç'ne që pas kanë ndru punët, se sa merr të mendja që të jetë feja dhe besimi shkak që të refuzohet një mashkull. Pra si pas kanë ndryshuar gjonat me fjalë. Ndërkohë që unë kam edhe të verdhën edhe të bardhën. Çfarë është e verdha? Florini, e bardha, argjendi. Domethënë, si, pra, ka thonë Ebu Talha, ora thotë çudi e madhe si pas ka ndryshuar kohët. Ndërkohë që unë i kam edhe të verdhën dhe të bardhën, pra unë të peshoj në flori edhe në argjend. Ummu Sulejmi po i lexoj kështu thjesht për të marrë mësim rinia sot, se feja dhe besimi i bashkëshortit apo i bashkëshortës është gjë e rëndësishme që duhet të shohim. Pse? A do të na rriten fëmijët? A do të edukojmë fëmijët? A do të kemi një plan për këtë botë dhe plan për botën tjetër? I tha, inni la uridu safra wala al-bayda wa uridu minka al-islam. Nuk du tha as të bardhën prej teje as të verdhën, pra nuk du prej teje as ar as argjend, por se unë dua prej teje vetëm islamin. Ebu Talha u mendu dhe i thiri mendjes dhe tha, po mirë, si t'ja bëj? Si më thonë kjo u bo si sebeb. I tha, shko tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Niset Ebu Talha nga shtëpia e Ummu Sulejmit për ku? Tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ulur me shokët e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Ja'akum Ebu Talha ghurrat al-Islam. Ja'akum Ebu Talha ghurratul Islami bejna ajnejhi. Po ju vjen, ose do të na vi tani, do të na vi Ebu Talha dhe drita e Islamit është mes syve të tij. Pak mbasi e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbërrin Ebu Talha. Dhe i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bisedën mes tij dhe Ummu Sulejmit.
Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha atij që thot dhe deklaroi shahadetin dhe u martua me të, si më thënë, Ebu Talha, pra e bëri martesën me të, dhe thojshim ne mes njëri tjetrit, mehri më madhështor në Islam është mehri i Ummu Sulejmit kërkuar Ebu Talhas. Mehri më madhështor, si më thonë, mehri me çmimin më të madh në historinë e Islamit, thoshin këto me njëri tjetrin tani, është mehri i Ummu Sulejmit, i tha bëu musliman, edhe jemi në rregull bashkë. Ma e me numrin? Atëherë tek 210-a e kemi mbyllur. Inshallah do të vazhdojmë me 211-ën. Inshallah, me shpresën të madhe të Zot. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.